Jam shumë i lënduar. Shte bëra një gabim që lëndova një person që dua kaq shumë. 2 muaj e gjysmë. Jam pa gjumë, nuk ushqem mirë me ushqim, më dhem shpirti dhe nuk mundem dot që mos ta kem brana të vajzës. Jam i vetmi burr besoj që kam bërë shumë për një fëmër. I gatuaja, i thoshja zemër, qa do të ashe, i bëja se s'dinte. Edhe jam i vetmi më besoni që kam refuzuar shumë fëmra që më janë qepur. Një mashkull që dashuron një fëmër me gjithë shpirt, vuan shumë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në një ishull të Greqisë, do të jemi në Kret, do të lidhemi me një 36 vjeçar i cili quhet Marcel. Fatkeqësisht Marceli ka 2 muaj e gjysmë që është ndarë nga partnerja e tij dhe sot këtu në live ai jo vetëm tregoi historinë e tij të bukur të dashurisë, por padyshim për të bërë një thirrje, një mesazh vajzës që ai vazhdon ende ta dashurojë. Por çfarë ka ndodhur mes 2 të rinjve, të cilët u dashuruan me shikim të parë në një hotel në ishullin e Kretës, teksa ishin me pushime dhe bashkëtuan 6 vite bashk? Çfarë ka ndodhur mes tyre, pse janë ndarë, do të jetë vetë Marceli që do na i rrëfejë këtë histori. Marcel, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe nga muaj, unë jetoj në Kret, në Greqi. Kam vite këtu. Jeni në ishull, në Greqi? Po. Në fakt, më dërgove disa mesazhe, i lexova dhe më ka ardhur keq për këtë që të ka ndodhur, për këtë situatë. Shiko, është një dhimbje që është shumë e madhe që unë s'do ta besoja kurrë. Se atë vajzë kisha si nënën time, kisha të futur në zemrën time. Vajza është në Korça dhe kemi 6 vjet e gjysmë që je bashkëtohemi. Pra, ti po më tregon që të ka braktisur partnerja. Po. Para sa kohësh ka ndodhur? Para 2 muaj e gjysmë. Gabimi ishte imi, jo se gabova unë, jo se kishte faj vajza. Se ziheshim bëhet edhe ajo s'durojti dot. Këto kohët e fundit ziheshin shpesh gjithë muajin e tetorit, për shembull se gjithë muaj tetorit që ndodhi kjo gjë. Ajo është larguar prej teje në muajin tetor, tetorin e vitit kaluar. Po, në nëntor iku, ala muajin e tetorit ishte faza që ne ziheshim. Por për çfarë erdhën grindjet? Punë ca çik xhelozia, çik gjëra të kshuja, në këto gjëra vini dhe çik ato sheve. Por puna ishte tani që unë kuptova gjithë shka në jetë, se këto 2 muaj e gjysmë ka vajtë në psikologe, kam bërë shumë gjëra, kam bërë jashtë mase, kam kuptuar gabimet e mia. Dhe puna është se vajza tani nuk më kupton, nuk do që të kthehet, ka frikë se më ndodh të njëjtat gjë prapë. Kur themi që unë gabova, ti e pranon gabimin, çfarë gabove ndaj asaj vajze? Se ndoshta mund ta kesh lënduar që ajo mori një vendim dhe të largohej nga ty. Po, është e vërtet që kam lënduar, e di shumë mirë. Edhe për këtë kam mallkuar veten time se nuk ja vlen të ta lëndoj atë vajzë. Mirë, unë nuk dua që nuk ja vlen. I dashur Marcel, unë nuk dua që ti të lëndosh veten tënde në këto momente që ne po flasim të dy. Dua që ti jesh i qetë se shikoj që syt i ketë mbushur me lot. Jam shumë i lënduar. Shte bëra një gabim që lëndova një person që dua kaq shumë. E lëndove në çfarë lloj forme? E lëndova na që ziheshim, deshim dhe vajza unë busa, nuk duroj dot me dhe iku. Për shkak të xhelozisë që ti kishe, e ke akuzuar për gjëra të paqëna?
Po. E kuptova qartë që ndonjëherë xhelozia e tepruar mes çifteve shkatërron dashurinë, shkatërron gjithçka. Nuk se kisha shumë të theksuar. Alla puna ishte sepse nuk di si ta shpjegoj, se jam aq shumë në një gjendje jashtë shumë të keqe, kam 2 muaj e gjysmë, jam pa gjumë, nuk ushqem mirë me ushqim, kaloj shumë një fazë të keqe, po kaloj një fazë shumë të keqe. E po, duhet japësh pak forca vetes, Marcel. Unë e kuptoj që ndarjet të dhëmbi në shpirt, por edhe kështu 2 muaj e gjysmë mos të ushqehesh mirë, mos flesh gjumë, të shkatërrosh veten tënde, nuk përfiton asgjë, Marcel. E di shumë mirë të shumë njerëz më flasin, më bëjnë, po puna është se mua më dhem shpirti. Më dhem shpirti dhe nuk mundem dot që mos ta kem brana të vajzës. E ke të vështirë të pranosh humbjen e saj, me sa po kuptoj. Por më lejon të pyes, çfarë ndodhi atë ditë kur ajo vendosi të ikte, përfundimisht nga ty? Ne kishim ato javën e fundit të tetorit, nuk flisnim me gojë, nuk flisnim me njëri tjetrin. Unë isha i acaruar se vinte i natë se nuk më fliste ajo dhe mua ajo s'më fliste, edhe unë si flisja. Gjërsa erdhi ora që ajo vendosi të ikte. Momenti që ajo vendosi të ikte të njoftoi, apo ti shkove në shtëpi dhe nuk e gjeta aty? Jo, ne ishim në shtëpi dhe kur më tha që do vende të tenuse djalit të Xhaxhaj dhe kishte vajt atje, ata kishin dalë për kape dhe kjo, pasaj nuk u kthye në shtëpi, iku në vajti në aeroport edhe kishte ik me avion, në direkt. Dhe ka ardhur? Kishte vajt e motre saj në Selanik. Aktualisht ajo jeton Selanik tek motra e saj. Tani nuk e di, tani për para 3-4-5 para në një javë që ajo ishte në Shqipëri, në Korçë. Tani nuk e di, sot fola në telefon edhe më thoshte të njëjtat, jo s'ke ndryshuar, jo s'ke bërë, po si s'ka ndryshuar, i thash, kur ti nuk më jep një shans, ti më bën që më acaron në vazhdimisht, i thash, pse më bën këtë? Më mungoni, më dhem shpirti, i thash, po më dhem shpirti që acarohemi, i thash tashi, se më dhem shpirti, nuk mundem, duhet të kem pranë, duhet të vazhdojmë përpara, i kam kuptuar, kam vajtë në psikologo, veten e kish për ditë, gjëja që më ndihmon mua është vetëm kisha që më çliron shpirtin, vetëm kur vetë lutem në kisha, vetëm atëherë qetësohem. E kuptoj qartë, dashur Marcel, që je ngarkuar shumë nga ana emocionale, po e përjeton këtë ndarje, por përgjatë këtyre 2 muajve e gjys që partnerja jote është larguar, ka ikur, komunikimin me të e ke pasur të rrallë, apo le të themi... Të rrallë dhe kemi pasur se më zblokonte në Facebook, në Instagram, këto bënte. Më linte pak, një ditë për shembull, më bllokonte, ditën tjetër më bllokonte, pastaj më bllokoi për vitin e ri që në datën 29, gjeri tani në janana data 3-4 që më zbllokoi. Jo, në datën 8 më fal, në datën 7, që në datën 29 dhjetore dhe gjeri në datën 8 janar më kisha blok, nuk kisha fol fare. Pra, në një farë mënyrë edhe ajo e lëkundur. Ka një javë që më ka zblokuar prapë. Dhe përgjatë sa jave që ajo të ka zhbllokuar në rrjetin social Facebook, ti ke pasur komunikim, por ajo nuk ka më besim tek ty dhe nuk t'i jep një shans të dytë, le të themi. Po. Ka frikë shumë, më tha, dhe që parë që folëm, kam frikë, tha.
Po si ke frikë kur unë të dua ka shumë dhe të bëj keq ose të bëj diçka, të bëj të njëjtat prap i thash edhe të vuaj prap. Po jo, kjo është e pamundur, vetëm ti jem mos kem tru i thash. Të njeri e bën vetëm mos ket kur nuk ka tru, kur nuk i kupton. Po unë po bëj gjithçka për atë fëmër, ka vajtë në psikologesh në shumë gjëra, po bëj si që i rregullove ato 5 gabime që kisha. Edhe prapa jo s'më beson, ky është problemi i gjithë që nuk thehet. Ka frikë thot. I dashur Marcel, një femër që të thotë kam frikë të jetoj me partnerin, do të thotë që sjelljet e tua që keni qenë në bashkëtesë nuk kanë qenë fort të mira. Ndoshta ajo mund të dojë ende, por frikën për të jetuar me ty, mbase ripërsëriten të njëjta probleme, e step këtë vajzë që të vi dhe të jetoj, të vazhdoj bashkëtesën me ju. Sjelljet tuaja në shtëpi kur keni jetuar bashk, si kanë qenë? Gjithnjë mes teje dhe asaj. Të them nuk dua të gënjej, gjithmonë kemi qenë 24 orë bashkë, kemi kaluar shumë bukur, kam bërë shumë, jam i vetmi burr besoj që kam bërë shumë për një fëmër. Më beso që të vi të punoj gjeri vonë, gjeri natën, edhe të vi në shtëpi, i gatuaja, i thoshja zemër, qa do të ashe, i bëja se s'dinte vajza, të gatuante, edhe unë i bëja gjithçka, kur nuk i thash për një gjë, kur jo. Çdo njeri mund të gaboj, çdo njeri mund të bëj gabime në jetë, po puna është që ti kuptoj. E qartë, çdo njeri mund të bëj gabime, unë e kuptoj që ti e ke dashur, vazhdon ta duash, po e përjeton ndarjen, por ndoshta dashuria, forma se si ti e dashuron, atë lloj dashurie që ti ofron asaj vajze, nuk është ajo që ajo mund të dëshiroj. Jo, nuk kemi pas probleme dhe ne kemi folë disa herë, nuk është se kemi pas probleme në këto gjëra, për çdo gjë kemi folë edhe nuk kemi pas ndonjë problem. Problemet ishin këto që ziheshin pak si shpesh. Kjo ishte e gjitha. Po pra, ndarjet nga zënkat vinë, zanafillën zënkat e kanë, zënkat të cilat i ke krijuar ti besoj në familje, jo ajo. Po dhe në çift dhe në ajo kanar, po dhe në mua, na të dy kemi pas faje. Por si ka mundësi, nuk arritë do të gjenit një gjuhë të përbashkët, gjithë kjo dashuri e madhe që ti ke për atë vajzë që po ma tregon në këto momente, por edhe ajo të ka dashur, përderisa ka qëndruar me ty 6 vite, asnjëherë nuk e gjetët një gjuhë të përbashkët, ndoshta njëri mund të ulej. Kur të dy janë me nerva, dikush duhet të trishet në çift. Dise arritëm në këtë fazë se nuk ulesha unë, prandaj. Kjo ishte ajo që na shkatëroi. Ti nuk uleshe, por çfarë kërkoje ti prej saj? Që ne vrikoseshe kërkoja, ke parasysh në njërë duhet të dilte ajo imja si. Edhe unë mendoja se do bëja diçka me ato që bëja, do bëja ashtu si doja unë, po jo nuk është ashtu. Tani që kam kuptuar, nuk është ashtu sepse nuk mund të bësh të them vetëm si dua unë. Duhet të mirë kuptojmë me njeriu që do, që ke pranë. Në një marrëdhënie, në një çift, duhet mirëkuptim nga të dyja palët. Për çdo lloj vendimi, për çdo lloj hapi që mund të hidhet, jo vetëm burri duhet të vendosi në familje. Tani kuptova të gjitha gjërat, sa gabime kam bërë dhe pse i bëra. Dhe tani prandaj na ajo gjë po e lë dhe vetëm mbas dore sepse vetëm na gabimet që nuk më takoni se kam as në gjak as në fis që të bëj këto gjëra. E qartë, ti ke gabuar dhe i ke pranuar gabimet, i ke kërkuar falje për gjithçka, besoj. Po. Por ajo ka frikë të kthehet te ty dhe vazhdon ende të refuzoj. Nuk më beson që kam ndryshuar, kjo është e gjitha. Ndoshta duhet i japësh pak kohë që dhe ajo të reflektojë dhe të kuptojë dhe ta besojë që ti ke ndryshuar, për hir të dashurisë ti ke ndryshuar. Për hir të dashurisë se dua shumë atë fëmër, do bëj gjithçka. Ala puna është që do acarojmë tash në këto momente që kur flas me të acarojmë se ndjej shumë mungesën e saj dhe kjo gjë më bën që të ndihem keq, më bën shumë gjëra. I dashur Marcel, ti ke jetuar 6 vite me këtë vajzë nga Korça, ke bashkëtuar 6 vite, besoj që familjarët ja njeh.
motra, vëllezër, nën, baba, çfarë mund të ketë? Të gjithë, ne kishim bërë dhe se mami im para 2 vjetës kishte vdiq, ndëroi jetë. Ngushëllim. Edhe para se të vdiste mami, edhe me mamin kishte shumë marrëdhënie të mira vajza. Edhe ishte shumë kalom i mirë dhe me njerëzit e saj se kishim bërë drek që u njohitëm prindit. E kishim bërë zyrtare, pra njifeshin familjet, por desha do të pyesja. Njifeshin, dhe unë çdo vit që vija në Korçë, më shumë rija në Korçë, 1 muaj, 2 muaj që s'ka shqiptar që ta bëj këtë ja, vetëm si që ajo të ngopesh me prindit e saj, të shkonte prindit e saj, e shumë gjëra të tjera që bëja vetëm për atë fëmë që të ndihesh të lumtur. E kuptoj. Kam bërë shumë gjëra. I dashur Marcel, desha do të pyesja, pas ndarjes që është larguar, ke mundur të flasësh me familjarët e saj për t'i treguar të gjithë situatën që ka ndodhur me vajzën? Jam munduar shumë, po puna është se nusja ime u ka thënë që mos të flas me mua, gjithë njerëzit e saj u ka thënë që mos të flas njëri me mua dhe më kanë bërë të gjithë blok. Nuk duan të flasin me mua. E kuptova, dhe ti nuk ke mundësi të flasësh me askënd. Por më lejon të pyes si e njohur me këtë vajzë përpara 6 viteve? Kurdo? Si e njohur me këtë vajzë përpara 6 viteve? Ajo jetonte në Korçë, ti jetoje në Kret, larg me njëri tjetrin? Jo, jemi njohur këtu. Jeni njohur në Kret. Mund të pyes, ka qenë një njohje me dashuri apo një njohje që dikush hyri si mbles? Jo, ne u njohëm vetëm me dashuri, nuk në këtë u njohëm vetëm me dashuri. Thjesht kishte ardhur vajza këtuja për pushime 1 javë në një hotel që punoja unë, e aty vazhduam që u njohëm. Duke ditur që për këtë dashuri po vuan, dhe është një dashuri që e mban në zemër, mund të marrë fesh ju njohët në pushimet verore, teksa ajo kishte ardhur në Kret, besoj shkëmbyet numrat dhe si vazhdoi ky raport më pas? Pastaj vajzën si iku në Shqipëri, se kishte dhe shkollën, se kam mbaruar shkollën administratën publike, nuk e të më kujtohet mirë se themra do të shqip. Po. Edhe po mbaronte shkollën e na 2 vjet e gjysmë ne flismi në telefon, po thojse, sa mbaroi dhe shkollën. Edhe flismi shumë, kudo që ishim të sinqert me njëri tjetrin, kudo që vemi, thoshe jam këtu e mirë në kamerë, flismi 24 orë në kamerë, nuk ishim probleme. Pastaj mbas 2 vjetësh vajza erdhi këtuja dhe bashkëjetohemi, pastaj të 2 këtu në shtëpi. Vajza punonte në një hotel këtu afër, gjithashtu dhe unë se punoj në hotel turistik edhe se jam si përgjegjës atje, kam vite. Po. Edhe jam i vetmi, më besoni, edhe këtë di nusja im e di shumë mirë me fakte që jam i vetmi mashkull që kam refuzuar shumë fëmra që më janë qepur. Që fëmra shumë po flasim fëmra turiste, vajza që janë shumë të bukura, kanë qenë shumë dhe ja kam treguar, i ka parë dhe vetë me sytë e saj, edhe ja kam treguar dhe me fakte që nuk ka zot që ta kisha ta tradhuar ose t'i bëja diçka që ta lëndoja. Kur? Pra, ti po më tregon që asnjëherë nuk e ke tradhuar, sepse ka qenë një njohje me një dashuri me shikim të parë me këtë vajzë, ti u dashurove, e prite sa ajo të mbaronte shkollën e lartë në Tiranë dhe të kthehej, të vinte tek ju dhe të nisit bashkëtesën. Por në atë kohë, dashur Marcel, ti jetoje i vetëm në Greqi? Po, unë jetoja vetëm, unë kaq kohë jetoj. Kisha lidhje normale si çdo çun, por nuk kisha lidhje serioze se nuk e kisha gjetë atë personin e dur si e doja unë, si e gjeta me nusën tim. Kisha lidhje plot me punën që kisha, se më qepishin dhe fëmra dhe çdo gjë, isha dhe kam dhe një moshë që se pak ashtu di dhe gjuna të gjitha pak ashtu, edhe
nga çmimet se isha i ri, nuk mendoja që të kisha ashtu dhe kisha plot lidhje, por nuk shikoja për një gjë serioze, nuk më ndjeva diçka të një femër që të isha kështuja. E qartë, derisa erdhi momenti dhe u njohëm me vajzën nga Korça dhe re në dashuri. Pra, ti ke jetuar i vetëm në Greqi. Sa vite u bë që jeton në Kret, në Greqi? 19. 19 vite që jeton në Greqi. Po. Sa vjeç je sot? Sot jam 36. Po ti më shumë se gjysmën e jetës tënde e pas ke bërë në Greqi. Për fat të keq se po të kishim vendin tonë pak ashtu si duhet, do ishim më të lumtur. Po, nëse unë kam kaluar shumë bukur në jetën time, nuk kam pas probleme këtu, kushdo si dhe grekët ma kanë hapur direkt deri kur kam pas diçka ose kam dalë diçka, se më njohin shumë, kam shumë vite në këtë vend edhe nuk më ka refuzuar as edhe një njeri kur në jetën time. Ke punuar dhe ja ke dalë. Ke punuar dhe ja ke dalë në shtetin grek. Por ndalemi tek bashkëtesa jote, le të themi e para, ajo që ti dëshiroje, se ndoshta mund ke pasur lidhje apo bashkëtesa të shkurtra, por ka qenë kalimtare në jetën tënde dhe jo diçka serioze. Kur ti nisi bashkëtesën me këtë vajzë, pas 2 viteve ajo erdhi tek ty, ti e mori në shtëpinë tënde, të dy të dashuruar dhe të lumtur. Në 6 vite, mund të ma përshkruar si ka qenë jeta jote me këtë vajzë? Kalomi mirë, nuk kishim probleme, ndak, kishim zën ka të vogla, po i sjaromi, nuk se kishim probleme. Pasaj si gjërat avash këto kote fundit që si të thash, po zjeshim si shumë. Por ju e kishit menduar që të kalonit në martesë, pra të martoheshit, ta celebronit dashurinë tuaj? Po, unë e kisha menduar, po si para 2 vites që më vdiq mami dhe e lash qik bazë dore. E lash pas se gjë se me mamin kam pas një lidhje shumë të veçantë. Gjithashtu dhe nusja ai më shumë e deshte maman time se kisha për mua është një princes, një hero, se ka bërë shumë në jetën e saj, edhe ka ndihmuar shumë njerëz. Nga se të vdish nëna, Marcel? Edhe kisha menduar disa, por na që isha edhe unë qik nuk ndihesha mirë me veten time, nuk isha ashtu edhe e lam qik bazdore, dhe tham si vjet për si vjet, i thash, ashtu të bëjmë dasmën, të vazhdojmë të bëjmë edhe na një fëmijë, thash edhe të ecim përpara. Kishim bërë në plan, si të mbaromi punën në 31 që mbaromi punën në 31 tetor, gjithmonë që mbarojmë. E thash, okej, kur të mbarojmë punën, do vazhdojmë të bëjmë dhe dasmën, të bëjmë diçka, i thash. Të bëjmë edhe në një fëmijë se vajtëm ka i vite, tash e shijuam ato në maksimum. Por fatkeqësisht planet u prishën, se në tetor filluan konfliktet dhe më pas ajo u largua, Marcel. Në Greqi kemi një rrafin e kur bëm plane e Zoti qesh. Edhe është shumë e vërtet. Jam aq i lënduar që s'kam qenë kur në jetën time. Edhe se diku si mund ta bëj atë fëmër që të më besoj dhe si do bëj gjithë s'ka që të doj vetëm që ta di që me duat me gjithë shpirt, që nuk do jetë e lumtur në atë dita që do vi. Do bëj gjithë shka që të jetë mos të ndodhi kur as edhe një gjë. Mua sinqerisht më vjen shumë keq që të shikoj në këtë gjendje që vuan për dashurinë tënde, por unë shpeshherë e them kur flas me personazhet e mi që koha shëron çdo lloj plage, çdo lloj dhimbje. Marcel, do të drejtohemi i dashur, Marcel. Nëse ajo e ka vendosur që s'do kthehet më te ty, unë besoj që ti je një burr aq i fortë për t'i përballuar këto dhimbje. Je 36 vjeç, je shumë i ri, je një djalë i pamshëm, i bukur, jeta vazhdon. Nuk je as i pari as i fundit.
si çka dashuri ka dhe ndarje, ndoshta duhet t'i japësh pak kurajo vetes në këtë Të drejtim. gjithë ma bëjnë të pyetje me atë priftin e kam që më ka shëruar shpirtin dhe di shumë mirë, po do ta kem shumë të vështirë në jetën time sepse vetëm në një gjë që nuk ka ndryshuar që e kam të vështirë të ecë përpara në jetën time pa të vajzë. Për çdo gjë në jetën time kam ndryshuar, po për një gjë jo, që kam të vështirë të ecë përpara pa të vajzë. Jo se kam problem se do e gjej direkt një vajzë, ndoshta mund ta gjej më të mirë, po këtë gjë nuk e dua. Po, unë e kuptoj që në këto momente që ne flasim bashkë ti e ke të vështirë ta pranosh, sepse tani ka ndodhur përpara 2 muajve gjysmë që ti je ndarë me të dhe e ke shumë të vështirë ta pranosh ndarjen. Edhe më fal, jo se jam kaq i lënduar, po edhe në vazhdimisht se unë më sa e ndjej unë nuk e ndjen njeri dhe sa e kuptoj unë vetvete nuk e kupton njeri. Po e di shumë mirë veten time dhe do ta kem shumë të vështirë të ecë përpara. Jo, unë nuk e mendoj kështu. Një djalë që ka emigruar nga Shqipëria fëmijë, është rritur në emigracion i vetëm, ja ka dalë, unë nuk besoj që ti s'do e vazhdosh rrugën pa një vajzë që e ke dashur dhe ajo dashuri mund të mbetet në mendjen tënde, por jam i sigurt që me kalimin e kohës do zbehet gjithçka i dashur Marcel, një tjetër vajzë do njohësh, do ta dashurosh, jeta vazhdon. Kjo gjë, jo se e them unë, se unë nuk jam as psikologe as kush, por shumë histori që kemi parë, kështu është, jeta vazhdon, njeriu ecën përpara. Po nuk e them se jam i lënduar shpirtërisht, po këtë gjë nuk të gjithë ma thonë, si dhe psikologe, si njerëzit e mi, shumë njerëz, por këtë gjë se kam lejuar kur të dëgjoj asnjë njeri. Por kur ti ke folur me vajzën në fjalë, flasim për këto ditët e fundit që ajo të ka zhbllokuar nga rrjeti social, e ke pyetur, ajo vazhdon të dashuroj? Jo. Por nëse tek ajo ka humbur dashuria për ty, unë prap do ta dua. I dashur Marcel, unë kam folur me shumë gra, vajza që janë ndarë nga partnerët dhe kanë vuajtur dashuritë e tyre. Me meshkuj kam folur shumë pak për këtë pjesë, por po e vërtetoj që meshkujt vuan kanë më shumë se femrat në dashuri. Tani, kjo gjë shumë dhe më dole në një qas që një mashkull që dashuron një femër me gjithë shpirt, vuan shumë, ta dish. Dhe është se femëra kalon shumë shpejt dhe kam kuptuar të gjë. Se kam parë shumë, kam dëgjuar unë në jetën time me punën që punoj, më ka lidhë shumë gjërat me femërat, se kam pas shoqërinë si na puna është puna e tillë që më lidhin shumë me femra. Edhe kam kuptuar që femra e kalon shumë shpejt. Edhe është nuk e kurse mashkulli dhe kur një mashkull dashuron me gjithë shpirt e ka shumë të vështirë në jetë. Gjithsesi, qofse lëndohet. E kuptoj, gjithsesi unë mendoj që është çështje karakteri, çështje forcës, çdo njeri është individual në atë që përjeton dhe forca për ta përballuar çdo kush ndryshon nga njëri tjetri dhe besoj është individuale kjo, por çdo njeri kur humbet i dashuri vuan në format e veta. I dashur Marcel, këto 2 muaj e gjys besoj që kanë qenë muajt më të vështirë në jetën tënde? Më të vështirë në jetën time që se prisja kur dhe se besoja kur që do kaloja kur të një vështirësi kaq të fortë. Se besoja kur në jetën time, të vuaja kaq shumë. Por unë besoj që ti punën vazhdon. Nuk je shkëputur nga puna dhe ke rënë në një depresion dhe je mbyllur në shtëpi. Edhe me punën nuk kam vajt shpesh, nuk kam punuar, gati në 1 muaj e gjysmë nuk kam vajtur, por tani kam ca hoqe vete, po jo dhe gjithmonë. Se kur kthehem nga puna bëhem më keq, se gjithmonë më priste Rusja.
E i thoshja zemër qa do të gatuaj kur i vija. Sa do që isha i lodhur i mdekur se dibrit punoj me elektriket, edhe lodhe mja shpase. Edhe nuk e kisha problem, vetëm që ajo të dihesh e ruptur. Kam bërë shumë gjëra, nuk i thash kur jo në jetën time ose diçka, si i thoshja për roba, da gjërat më të shtrejta, i birja qa ndonte ajo vetëm që e kupton, sa do që... I dashur Marcel, unë të jap një këshill dhe ma merr sikur jam motra jote. Fakti që ti je ndar nuk do të thotë të dorëzohesh në lloj forme, të lësh punën, mos shkosh në punë, të qash, të mbyllesh në shtëpi, të ulesh tek ai divani ku je ulur tani dhe vetëm të mendosh dhe të qash. Sepse kjo gjë nuk është normale. Mund të ndodhi një ditë, dy, një javë, 2 javë, 3 javë, një muaj, por pastaj njeriu i thërret pak sa mendjes. Ej, ç'a po bëj? Një gjë që nuk shkon, është ajo shpreha që ne kemi në Shqipëri. Të njëjtën gjë më thon shumë njerëz, po është shumë e vërtetë dhe është shumë të ecësh me një mendim që po të mendosh mirë, unë sa do që jam menduar mirë, por prap edhe kam dash para na 10 ditësh që ta lija, mos nuk doja të dasha dhe u vojta ta lija, por nuk u buta dot. Mirë, ti e një shprehen e popullit shqiptar, një bukë që thyet nuk gjitet më. Buka që thyet nuk gjitet më, por aman, duhet japësh pak kura e vetes, nëse ajo i ka dhënë fund kësaj gjëje, pranoje dhe ec përpara. Nuk ke pse të katandisesh në një formë jo forcë të mirë. Nuk të bën mirë për shëndetin tënd mendor dhe nuk gjen asnjë zgjidhje. Njerëzit që rrin ulur dhe vetëm qajnë nuk gjejnë zgjidhje. Thjesht bëjnë rolin e viktimës aty ku ndodhen. Duhet lëvizësh i dashur Marcel, të vazhdosh jetën që ke pasur. Okej, jeta na përplas me gjëra shumë të forta. Humbasim të dashurën, humbasim një prind siç ke humbur nënën tënde fatkeqësisht, por kjo është jeta. Duhet i pranojmë këto sfida dhe duhet të ecim përpara. Je shumë i ri të vuash në këtë lloj forme dhe ta katandisësh veten tënde kështu siç po të shikoj unë. Më përshkrove jetën tënde që fëmijë emigrove, pronarët grek të kanë dashur, të kanë adhuruar, të kanë marrë në punë, ke qenë shumë i shkathët, më jep përshtypjen që ke qenë një djalë shumë i shkathët. Dhe sot je 36 vjeç, je shumë i ri. Jeta për ty s'ka nisur akoma, nuk ke pse të dorëzohesh. Janë ca gjëra që kur dashuron me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër është që nuk është shumë e vështirë. Edhe këta meshkull që dashurojmë me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër është problem i madh. Edhe kur e kanë të vështirë të ecim përpara. I dashur Marcel, të gjithë jemi plagosur nga dashuria, por të gjithë kemi ecur përpara. Nuk është fundi botës. Jam shumë dakord me ato që thua, po unë e kam të vështirë. Ti në Kret jetoni vetëm, ke njerëz familjar të tjerë? Kam vllajin, kam djën të xhaxhait, kam mallën, kam njerëz këtu. A ke kërkuar ndihmën e tyre? Ndoshta është një moment i vështirë në jetën tënde që ti ke nevojë për njerëz, të kesh njerëz pranë të flasin. Nuk kam problem, dal edhe unë nuk rri në shtëpi kur, se unë dal gjithë ditën se në shtëpi se vajza nuk ka marrë asgjë me vete, të gjitha këtu i ka kuriku, vetëm rrobat e trupit do mori dhe pasaportën që iku. Çdo gjë e ka këtu në shtëpi, si me dokumentat që kshuja, si rrobat, nuk ka marrë asnjë gjë. Dhe nuk ka ardhur ti marri. Ndërkohë, ndoshta mund t'japësh pak kohë. 2 muaj gjys ka kaluar i dashur Marcel, ndoshta duhet më shumë kohë që ajo të reflektojë dhe ti t'i japësh shenja dhe ta bindësh që ke ndryshuar dhe vazhdon ta duash. Por një njeri që të japi shenjat që ka ndryshuar dhe të krijojë një besim që është thyer përpara disa kohëve, duhet të jesh shumë korrekt. Ti duhet të jesh korrekt me atë vajzë
mënyrën se si sillesh, mënyrën se si i flet, mënyrën se çfarë mesazhe i dërgon, kur e telefonon, çfarë nxjerr nga goja, të gjitha këto duhet të jesh i kujdesshëm për t'i treguar që je një djalë i denj për të. Edhe sot bëra gabim sepse nuk ndoshta u acarova pak sepse kur unë kam bërë gjithë këto gjëra edhe ajo vazhdon me të njëjtën gjë, jo nuk të besoje, jo kështu, edhe ja kam treguar me fakte, jo me lafe, ja kam treguar çdo gjë në video ku ajo vazhdonte me të njëjtat, jo ti s'ke ndryshuar, jo nuk shuja, jo. Edhe unë acarova, i thash, nuk të lëj, thash. Nuk të lëj, thash, gjë e parë s'do ta pranoj kur, i thash këtë gjë, sepse të dua me shpirt. Edhe bëra gjithë këto gjëra, i thash vetëm si për të ndryshuar ato 2-3 gabimet që kisha dhe i kam ndryshuar për shqyr të Zotit dhe të falë të Zotit. Edhe ajo vazhdonte me të gjitha gjëra, jo ti e njëjti, jo kështu, jo ande, po këtej. Edhe unë i thash, pasaj nga që u acarova, jo se doja ta thosha, këshuja, si thonë. E ke ofenduar? Jo, nuk e ofendova, pra i thash që do të bëj keq. Akoma më rënd. I dashur Marcel. Jo se doja ta, jo se mendoj se do t'i bëj keq, se s'ka shanse të t'i bëj asaj keq do bëj vetëm në vetë nëse Po jo, këtë nuk e pse thuaj dhe nuk e pse mendon. I dashur Marcel, zemrën se nuk ka shanse t'i bëj diçka asaj, se atë në radhë pare dua. Unë të kuptoj, dashur Marcel, por më dëgjoj pak me vëmendje. Zemrën ne nuk e shikojmë. Zemrën tënde ajo nuk e shikon. Nëpërmjet fjalëve që ti nxjerr nga goja, ajo arrin të kuptoj çfarë ke ti në zemër për atë. Por në momentin që ti i thuaj që unë kam ndryshuar për hir të dashurisë dhe i lutesh që ajo të kthehet tek ty, dhe ti sot e merr në telefon dhe i thuaj që unë do të bëj keq, ajo femër sigurisht që ka frikë të kthehet te ty. Ky quhet kërcënim, Marcel. Po, kjo ishte vërtet, po jo se doja vërtet kështu, por në momentin që i thash, jo se doja ta thoja, po na që më mërziti aq shumë dhe më lëndoi aq shumë se mua kam në 2 ditë që më kap mesi dhe nuk lëviz dot, edhe ajo nuk më tha njerë vetëm për hir të dashurisë që kemi pasur, të më thoshte si e njerë në radhë parë. E ishin ca gjëra që mua më bën shumë që ta acarosh. Nëse do dëgjosh këshillin tim me Marcel, dhe nëse ti e do kaq shumë këtë vajzë, jepi kohë edhe vetes tënde, jo vetëm asaj, por dhe vetes tënde, jepi kohë që të reflektosh dhe mund t'i thuash, unë jam këtu ku më ke lënë, unë të dua dhe të pres dhe do t'jap kohë që ti të më besosh që unë kam ndryshuar. Kjo është këshilla që unë të jap dhe ta bësh prej vërteti, por jo ta marrësh dhe ta kërcënosh sepse unë nuk e kam problem, unë dua me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, se ndryshe nuk do isha në këtë fazë, po mos ta doja. Zoti ka bërë plot fëmëra dhe mund ta gjej një më të mirë, por nuk e dua, po të ishte ashtu të doja tjetër, nuk do merresh akoma me atë dhe që të flisja edhe me ju sot. Të besoj. Pra e dua me gjithë shpirt, edhe ndihem shumë i vetëm sepse më mungon, se nuk ne ishim 24 orë bashkë, kudo që vemi ishim bashkë, edhe në supermarket që e kam këtu poshtë shtëpia vemi bashkë, imagjino. E qartë, kuptoj marrëdhënien që keni pasur të dy, jeni dashuruar, por Sa marrëdhënie që kemi pasur, kudo. I dashur Marcel, na kishin zili të gjithë që në më shkoni këtuja, që këtu kuri, ore si su ndat njerë, thoshin, të ta kështu, si su ndat njerë, të gjithë na shkoni e kishin gjithë respekt, të gjithë, ka i çifti mirë, thoshin, të gjithë. Ma më vjen keq që ka ndodhur kështu. Uroj që të bashkohesh sa më shpejt, por dhe nëse ajo i ka dhënë fund kësaj gjëje, jam i sigurt që me kalimin e kohës, koha shëron çdo lloj plage
Dhe jam e sigurt që dhe ti me kalimin e kohës do e pranosh këtë humbje. Por nuk duhet të dorëzohesh dhe jepi forca vetes dhe shumë e rëndësishme që këtu mos dorëzohesh. Nuk do ta bëj vetëm, do bëhem aq i fort vetëm për dashurinë që kam për atë. Dhe më vjen mirë që të gjoj këto fjalë. Mirë, unë ta uroj me zemër që ajo të rikthehet dhe mos ta humbisni bashkëtesën që kishit nisur, të përfundoni në martesë, u uroj me zemër këtë gjë. Do mbetemi bashkë në kontakt dhe sinqerisht Marcel, nëse ke nevojë për këshilla, numrin ma ke, më telefono dhe më erdhi shumë keq që sot dëgjova këtë histori. Më erdhi shumë keq për ju. Të falenderoj edhe ndoshta nuk e di atë të dërgoja numrin në një ditë të saj të flisje, nuk e di. Po patjetër. Nëse ti do këtë gjë që unë ta bëj, ma dërgon numrin e saj në WhatsApp dhe unë në privat do flas me atë vajzë si një ajo është vajzë, unë jam grua, unë jam nën, do flas me të, kështu që ta premtoj këtë gjë. Po. Atëherë të falenderoj shumë nga zemra dhe shumë faleminderit për gjithçka që fola. Edhe më the 2 llafe, të kam borxh ndoshta një ditë, ndoshta takohemi edhe në afër. E pse jo? Të falenderoj. Mirë, të përshëndes nga Tirana, Marcel. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, që dëgjuam historinë e 36 vjeçarit Marcelit, sinqerisht më erdhi shumë keq për këtë djalë, i cili vuante ndarjen me partneren dhe e dashuronte kaq shumë dhe besonte dhe shpresonte se ajo do kthej sërish tek ajo dhe ai për hir të dashurisë bënte gjithçka të ndryshonte ligji i tij vetëm e vetëm që vajza që donte të rikthehej dhe ai të vazhdonte jetesën, jo vetëm bashkëtesën, por të martohej dhe të bëheshin prindër. Ne urojmë që të bëhet më e mira për Marcelin. Ai më kërkoi një nder në fund të këtij live që unë të flas pas kuintave me ish të dashurën e tij. Ja premtova dhe do ta bëj shumë shpejt këtë gjë vetëm për hir të dashurisë që Marceli kishte për atë vajzë. Mirë, ne kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj që ju qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju të dashur miq keni një histori, një eksperiencë për të ndarë këtu në live me Odetën që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare me emrin sigurisht Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori fatkeqësisht të trishta. Faleminderit dhe takohemi sërish nesër.